Desha me pyet thot, fati i martesës është i caktuar nga Zoti apo varet nga ne? Të dyja bashkë është i caktuar nga Zoti, edhe ne kemi vullnetin ton të lirë. Vullneti jon i lirë nuk bie ndesh me caktimin e Zotit. Janë të dyja bashkë. Vullneti jon i lirë për zgjedhjen e partnerit, pra bashkëshortit apo bashkëshortes, është pjesë e caktimit të Zotit. Pra ne bëjmë sebepin, Zoti e di se këtë do të bëjmë ne. E këtë që Zoti e di e ka shkruajt, edhe nuk ka nevojë Zoti më na prit neve se çfarë do të vendosim për të martuar. Ai e di, e ka shkruajt, thjesht kur vjen momenti ke për të bërë atë zgjedhjen që Zoti ka shkruajt. Kështu që, si më thon, kush e bën dritën, korrenti apo llamba? S'ka lidhje ato. Korrenti bën punën e vet, llamba bën punën e vet. Të dyja formojnë dritën. Martesa është e caktuar, e shkruajtme, po vullneti, zgjedhja është i njeriu. Zoti e ka lënë të lirë njeriu. Pse Zoti e ka ditë se çfarë zgjidhje do të bëjë njeriu në jetë, unë nuk mendoj se tu ka ndonjë, si më thon, problem, apo me kuptimin nuk mendoj se ka ndonjë paqartësi. Zoti e ka ditë çfarë zgjedhje do të bëjmë ne. Këtë zgjedhje Zoti e ka shkruajtur me kohë. Se s'do ta pritet neve Zoti. Na mushet menja apo sa mushet menja. Ai e ka shkruajtur. E qartë, pra njeriu në zgjedhjet që bën jetë është krejtësisht i lirë. Po ne e provojmë me veten tonë. Kur falim namaz na detyron kush? Një forcë e jashtme na ngren më fal, jo vetë, e vendosim falem. E vendosim s'falemi. Po Zoti s'ka për të prit derisa të na ndajë mendjen ne që do të falem apo jo. Zoti e din se çfarë do të bësh ti. Për këtë arsye ka xhenet, për këtë arsye ka xhenem. Xheneti fitohet me mund dhe me djers, që ka të bëjë me vullnetin dhe dëshirën e njeriu, korrektësinë e tij në jetë etj. Dhe xhehenemi, Zot na ruaj, fitohet me mund dhe me djers, që ka të bëjë me vullnetin dhe me dëshirën e njeriu dhe me zgjedhjen e njeriu në jetë. Kështu që nuk ka përplasje mes të dyjave.